Policia e Shkodrës po shkon drejt zbardhjes së plagosjes të shtetases FM 49 vjeçe e cila u qellua para 2 ditësh. Burime pranë policisë së Shkodrës bëjnë me dije se është arrestuar shtetasi Shkëlzen Gjenja, 25 vjeç banues në Shkodër. 25 vjeçari dyshohet nga efektivet lusi autori i plagosjes së 49 vjeçares para 2 ditëve. Shtetasi FM u plagos teksa ishte në punë duke shitur një dyqan në lagjen Partizani. 2 persona me motorcikleti janë afruar 49 vjeçares dhe e kanë qelluar me armë zjarri, pistolet në trup. Shtetësi FM ka marrë 3 plumba, por ka arritur që të shpëtojë duke qenë jashtë rrezikut për jetën. E plagosura ka deklaruar në dëshminë e saj se kjo ngjarje lidhet me vdekjen e motrës së saj SS para pak muajsh. Familjarët e shtetases SS akuzojnë ish bashkëshortin e saj për vrasjen e 38 vjeçares. Ky i fundit vazhdon që të jetë në paraburgim dhe ka mohuar se është ai autori i vrasjes së bashkëshortes së tij. Në këtë mënyrë shtetësia që u plagos para 2 ditëve pretendon se kjo ngjarje është porosi e ish kunatit saj. Forcat e policisë gjatë këtyre 2 ditëve kanë shoqëruar disa të afërm të tij, por asnjë prej tyre nuk është arritur të vërtetohet si autori i plagosjes apo të ketë edhe dyshime. Në hetime sipër grupi hetimor ka ngritur dyshime se autori i plagosjes është shtetasi Shkëlzen Gjenja. Policia ka bërë arrestimin e tij dhe dyshohet se është ai personi që ka qelluar ndaj shtetases FM. Policia ka dyshime se 25 vjeçari kundrejt një shume parash ka plagosur 49 vjeçaren. Hetuesit kanë ngritur këtë pistë dhe po hetojnë nëse qëndron apo jo. Shtetasi Shkëlzen Gjenja ka qenë i dënuar më parë, ndërsa ka dëshmuar se ai nuk ka asnjë lidhje me plagosjen për cilën policia e dyshon si autor.